Qytetarët e Tetovës dhe rrethinës sot kanë bërë përgatitjet e fundit për festën e nesërme të Fitër Bajramit. Si zakonisht, qyteti i Tetovës është i sërmbushur me qytetarë të cilët blejnë sendet e nevojshme për Fitër Bajramin. Asgjë e re nuk është nëse themi se edhe këtë vit kemi të njëjtën situatë si vitin e kaluar, me një komunikacion të rënduar, me rritje të shumë çmimeve në prag të festës së Bajramit. Por këtë verë dhe ardhja e mërgjimtarëve në këtë periudhë bën qytetin e Tetovës edhe më të gjallëruar dhe më të stërmbushur. Në shumicën e lokaleve ka zbritje sezonale, ndërsa tregu i Gjelbërt është vendi ku mund të gjesh të gjitha produktet e nevojshme që nevojiten për një sofër të Bajramit. Për këtë arsye morëm edhe mendimin e qytetarëve lidhur me çmimet e produkteve në treg. Ata thonë se çmimet janë të larta për buxhetin e tyre dhe shumica prej tyre ankohen për ekonominë e vendit. Çmimet boll të larta janë. A keni mundësi për të blejë gjitha çmimet? Valla nuk kena si çeshi. Rrogat kërkundja çmimet në alta janë. Se që mendojnë këto kryesia që gjion, valla në rrugët. Si di be çmimet ta shumë erdha. Për ne që jetojmë jashtë të çmime, s'kemi koment shumë të folim ato. Ato që jetojnë këto ne kanë tepër se si bastardëna dhe ato mund të krahasojnë si bastardë dhe se çfarë çmimesh janë. Ndryshe, besimtarët mysliman përmbyllën sonte muajin e shenjtë të Ramazanit. Iftari sotëm është i 29 me radhë dhe paralajmëron festën e madhe të Fitër Bajramit. Në Tetovë dhe rrethin, festa e Fitër Bajramit shënohet tradicionalisht me faljen e namazit të sabahut dhe Bajramit, ndërsa më pas është ushqimi i mëngjesit dhe pason vizita tek familjarët.